Përshëndetje. Sot kam dëshirë t'ju flas për një nga komentat. Ishte një person që shkruajti një koment në videot e përparshme, një nga ato ke video fundit që publikova dje. Aty më tha se si e baj unë këtë veprim që mund t'kape me botën tjetër, me ditë veten kush jam, e gjitha këto gjëra që po flas unë, qysh I kam eksperiencuar unë këto. Edhe ky njeriu ka dëshirë, ky personi ka dëshirë t'i di këto gjëra. Edhe për kësaj arsye e kam vendos t'ju flas në një video, jo komplet detale, se nuk mundem, se bëhet video gjatë, po shkurt, thjesht edhe sa më bukur. Ka lloj mënyrash. Unë e kam praktiku meditimin 15 vjet, imagjinojeme, 15 vjet. 10 vjet e para, dhia vetë fare që baja. Si isha serios fare. E baja na herë çerekore kështu, e lija fare. Vija prapa një kur më thotën e diçka e keqe. Sa mbasha mirë një una, e harroja fare. Nuk isha serios, se ti fëmija, ka thënë. Normal, ashtu isha, aq dia, edhe s'kishte shumë informacion se sa ka me. Me ka ma shumë njerëz që janë qenë nga gjumi, I bajnë këto eksperiencat, I shohin vetë, edhe flasin për dijet e veta, për të gjitha këto përvoja që kanë marrë. Ka dhe këto që janë ka qindra mira, po të shihni nëpër YouTube. Këto, sidomos se Shqipëri nuk ka shumë për të gjëra, po ato që dinë anglisht mund të pyesin për këto eksperiencat afër vdekjes, ku shkojnë njerëzit, çish takojnë, çish duket atje. Sa herë t'jep një vizion ku shkojnë këto njerëz, për shembull ka një njeri për shembull që përplaset në makinë. Shkon botën tjetër, ka shumë përvoja, takon njerëz të vet, ato e marrin vende të tjera, I tregojnë gjëra. Shumica njerëzve shef e kanë një kështu, tregojnë një farë për jetë, çka ke bati qy fëmijë deri me në këtë jetë, deri një ekran aty, si ke filmat aty nalt. I ke pa këto filmat e Marvelit për shembull, këto që fluturojnë, shkojnë aty ke UFO-ja edhe I dalin këto kompjutrat nga ajri edhe fillojnë bajnë me dur, edhe I tregojnë, shife. Është shumë video, shumë spektakulare ku I shef, ashtu është dhe jashtë nga trupi. Po këto njerëz kanë vdek. Edhe këto I shohin me, edhe kjo t'jep një farë vizual, t'jep një farë kuptimi, se mund të shohësh për shembull qindra njerëz, secili ka eksperiencën e vet, ka përvojat e veta. Edhe gjithë këto njerëzit ndryshojnë. Komplet këto njerëzit ndryshojnë. Që këtë që po të baj unë me, kjo është s'ke nevojë me vdek ose me të ndodhë në një farë aksidenti. Kjo është gjë shumë normale, shumë shpirtënore, shumë harmonike, në mënyrë të Zotit. Ajo që jemi ne. Janë 3 mënyra. Po shkoj direkt ke qysh ta bëri. Qysh ta bëni me pas një farë eksperience. Edhe që si kam thënë ka lloj-lloj. Kështu janë 3 mënyra që unë I përdor. Edhe këto I përdor nga 15 vjetet, nga gabimet, nga të gjithë kurbollinat, budallaqet, gjitha gjanat e kota që I kam ba unë, kam humbë kohën kot. Edhe çfarë kam mësu unë, edhe qysh me bë, sa ma shpejt, qysh e bëj unë tashti për shembull. Që jetoj në vetdije, edhe secili ka ato ëndrat, ato shijet e veta, çfarë ka qef të eksperiencoj, ku ka qef të shkoj. Se jemi ndryshe, jemi gjithë lirum, bajmë që dojmë si shpirt, a këtën, secili ka atë të vetën. Për praktika ma që ka notu, kjo është ajo sistemi ma I mirë, janë 3 mënyra që duhet I bashkosh bashkë. Është meditimi, është studimi, është dhe qetësimi.
Këto treja duhen bashku bashk. Meditimi është ajo kur ti për shembull relaksohesh, i mbyll syt për një copë kohe edhe fillon ta ngjosh Zotit, ose informacione, ose simbola, ose sensacione, ose vibracione. Ka lloj edhe i kupton në fillim. Mund ndodhi në këtë farë mënyre. Edhe atëherë ke studimin. Studimi është shkurt, është i studion ato që janë shok të Zotit, shpirtat e Zotit, që kanë ba punë të Zotit për shembull, që me zbulu që ato janë Zot vetë. Po me janë këtu si ushtarë me qizme në tokë, se ato për shembull edhe e jetojnë, se ka dhe nga ato që janë në botën tjetër, që si kanë qizme të këtë toka. Edhe ato mund ndihmojnë nga atje, po ti që i ke qizme që i ushtari këtu në tokë, me i trup fizik, mishit, me avatar, ti me mund të komunikosh me këte me, që ka jetu këtu për para, i ditë gjitha këto gjana që si di ti. Ka shumë nga këto njerëzit. E ti me mund të komunikosh me këto, në gjendjet që dhe u shpjegoj unë që është ka përshtim me këtë botë, e të ti shpjegoj gjitha gjërat që janë për shtatën ty, që janë për ty, për jetën tate, për sa jeti, për qa jeti këtu, për gjitha gjërat. Ato do të ndihmojnë, pa ato janë me frekuencë shumë të naltë. Ti takosh ato do të ngrish frekuencën. Edhe studimi me të ndihmon se duke studiu ato, çfarë kanë barë ato, të ndihmojnë për shembull ku je për shembull çfarë janë meditimi, që është meditosh, çfarë ka aty, a e jep si tip si tip harte për shembull, ti dish për shembull, dhe ish nga këtu në Amerikë, ja fusësh në kamp, ndash nga Shqipëria me zdi ku si as vet, s'ke as hart, as gjë, as di majt, as djathtë, a kupton? Kuzitoj me si ku të ndihmojnë të rrugë, t'japin shenjat, çfarë mund bësh, çfarë s'mund bësh, çfarë është mirë për ty, ti ndjen këto gjërat. Po duhet meditimi, studimi, bashk edhe qetësimi. Se qetësimi është ajo kur ti komunikon me Zotin me, në qetësi. Shive ku jam unë, jam e vend fantastik. Ngjoj këto gjirëmkalla. Unë këtu e një vetën fantastik. Uji është një frekuencë shumë e bukur, shumë gjë mirë me ngju. Zhurmat që janë këtu janë fantastike, janë natyrale. Ajri është i pastër, fantastik. Gjitha gjërat e mira ku je në qetësi, edhe studion këtu për shembull gjëra që t'interesojnë ty. Që kështu i bën një rrugë di punë. Edhe studion, edhe qetësohesh. Edhe meditosh bërë diçka, të lexosh diçka që ke qejf ti për shembull, ose ti mbyllish syt, të ratohesh nga truni, nga shpirti. Ka lloj mënyrash, provoj këtë me shikë çat përfaqet ti më shumë edhe baj më shumë nga kjo që ke qejf. Që është më e mirë për ty. Nuk ka majtas djathtas, kjo është e vërtet, kjo s'është e vërtet, kjo rruga është më e mirë se kjo rruga. Ku jeti hapën këto këtu nalt, këto ka kontroll komplet këtë vendin këtu. Ne. Ato na shohin nga nalt, ne jemi si milingona. Ato i shohin menjen tonë, ndjenjat tona, emocionet tona, historinë tonë, qysh mendojmë ne, qysh jemi programuar, qysh funksionojmë ne. Ato janë aty 24 orë presin për ne. Po ne nuk kemi frekuencën atyre, jemi bllokuar këtu, por ne nuk i takojmë dot. Këto tre mënyra ti me, së bashku do të ndihmojnë ty ta ngrejnë frekuencën me u kap me botën tjetër, ose me këto masterat, ka sufije, ka budar, ka lloj, çfarë ke dëshirë ti, me çmin ti rezonon, atë mund ta studiosh për shembull. Ose për shembull studion shumë veta, ky pas ka një ide bukur këtu, ky pas ka gjatë mirë këtu, kjo unë kam qef ta bëj këtë, kam qef ta bëj kështu, kam qef ta marr një përvojë në këtë mënyrë, ta di vetë, ta shoh vetë. A kupton, jo ti ngjosh tjerët, po i përdor tjerët për shembull si tip mësimi që më mësu se atje do një hartë ku je, ku si je, ta gjesh rrugën nga këtu deri në Amerikë. Duhet harta, dhe harta është studimi, është një që të ndihmon duke ecur me këtë udhtim që ti marrësh të eksperjenca. Ime, që të kesh një kështu, që të thonë këto, një jashtë nga trupit fuqishme, që dalësh kështu fort fare,
do t'jesh i disiplinuar, do ta marrë seriozisht këtë rrugë. Herën e parë duhen 3-4 orë. 3-4 orë, po si patë të 3-4 orë, është shumë vështirë. Po patë më shumë, ke 6 orët, ajo është gjëja ma që do të çojë ty direkte, jo nalë, po edhe në hamë, që themi ne. Ajo do ta japë një eksperiencë, po duhen 6 orë në ditë. Po ne nuk kemi mësuar në ditë pa 6 orë, se truni është i lodhëm, menja është i lodhëm, kemi familjen, kemi fëmijët, kemi këtë, kemi atë. Kështu nuk ka njeriu kohë t'i bëjë këto gjëra. Për ata që s'kan kohë t'i bëjnë këto gjëra, është ajo që them 3-4 orë. Kjo është ajo ato që i kanë bërë unë shumë, që i pëlqej. Edhe kjo është shumë e thjeshtë. Çdo ditë, po patë mundësi, kjo është ajo, po patë mundësi sa më shpesh, ose fillo nga dalë, po s'patë mundësi 2-3 herë një javë, po sa më shpejt, sa më mirë, edhe sa më shpejt e marrësh një eksperiencë, se ti je Zoti, ti je krijuesi, po e desh ti gjë sa më mirë, po e vendos ti që unë të baj këtë, kjo do dali ty. Për çdo lloj gjëje, këtë si është atje është këtu në të jetë valla. Ashtu që krijon ti gjëra të tjera që thotë suksesi, kështu krijon edhe kjo. Kjo do të thonë vëmendjen edhe energjinë tate. Ashtu që ja jep ti punës atë 8 orë, 9 orë, 12 orë, e jep energjinë në ndjenjat tua, kështu do japësh disa. Po kjo është komplet ndryshe, kjo nuk është punë. Kjo është nuk ka fjalë, se puna fjalën dhe ofendoj. Ka që mirë është kjo. Ta zbuluash ti kush je ti, edhe çfarë ka aty ku jemi ne të gjithë gjërat. Që kështu nuk do varitet. 3-4 orë. Çfarë bëj unë për shembull çdo ditë? Edhe unë ta them drejtën, nuk jam një disiplinuar shumë. Po unë mbaj sa të mundsi. Unë dal për shembull sa herë ka mundsi natyrë. Në një vend i bukur, ku i qetësohem, ku jam vetëm edhe sa më mirë, se s'ke nevojë shohësh mrapa përpara, je i qetë. Edhe rri aty në vetën tate për shembull, studioj diçka, që themi ne, studioj natyrën. Për disa që janë rritë qytet, që duket pat fare, duket se kjo është jetë budallaqe, jetë patën pat. Një gjë këtu, ti do një eksperiencë, kjo unë po flas për ato që duan një eksperiencë sa më shpejt, sa më mirë, sa më kollaj, edhe pa turbullina. Që kështu 3 orë natyrë mund të lash ke ujë, gjina i vend me ujë, se shumë mirë për frekuencat. Mund të studiosh, mund të përcej këtu. Mos më plas bëta fare. Pse? Unë jam i lirë, unë baj çfarë duaj, unë jam shpirti, unë kam qetë kënoj, këndimi, vallëzimi, këto gjërat do ta ngrenë energjinë, këto janë gjëra pozitive. Do të përcesh me do ta dashurosh veten, duhet ta kënaqësh veten. Se këto janë edhe kjo është një nga ato pendime që ne treguam se do bëjmë gjithmonë për tjerë. Një të bash po dal, po ti harron veten e vëlla. Dhe atë prandaj nuk kavesh, prandaj vun. Kështu e bën gjithë pa dashje. Ta shohim i fiksuar, do bëjmë gjithë për tjerë gjithmonë. Ja në datë tjetrin bëj për vetën e vet. Ose bëj për tjetrin, po bëj për vetën tatë kollaj, po pa të mundësi. Kjo është për këto që duan eksperiencë. Ti bëj për tjerë sa dush, po atë qef. Unë po të them që duhet të kesh këto gjërat, ambientet e mendjen për çfarë ti po e futi më, sa më thjesht që të kesh një eksperiencë, ku si ke këto gjëra të tjera, je pak egoist. Këto e thonë që është gjë e keqe, shumë gjë e mirë me dash veten, me investu vetes tate, me kënaq veten tate natyrë. Se këtu mas 3 orësh vjen një farë zhive papamshme, është një farë energjia që vjen nga pemët, nga këto helikoptera, nga mizat, nga gjirinkalla, nga uji, nga kafshët, nga gjitha gjana, nga dielli. Edhe kjo një kombinim, kjo është tip zhive papame, si tip ajri që nuk e shef, e di që është aty, edhe kjo si këtë kap. Këtë në trup, e dallon direkte. Edhe kjo ndodh për mu 3 orë. Unë duhet të jem 3 orë natyrë. Si një 4 orë, kjo përcohet edhe më shumë. Po ke 3 orët në fillim është shumë mirë dhe kjo. Duhet të rish natyrë 3 orë për ditë, po patë mundësi ose të hecësh me ndaj farë
parku, ose me ndaj pyll, ose shpitate për shembull të rish qetë, edhe aty mund të rish 3-4 orë, rri me i dhomë mrena. Trupi nuk është mësu ashtu, po ajo është ajo. Do më u kap me botën tjetër, apo do me pa lajmet e me luftat. Me ullë energjinë në një i blokume dhe zdigja fare, edhe kur s'ke për të marrë këtë eksperiencia. Që kështu, natyra 3 orë, do të vi kjo zhiva mirë, do të hapën sy, do të dalja ajo, mund të thush, fasi qementit. Je i liru më vlla, sikur sikur e kap, sikur është hap ajo, paka shumë ajo sinjali internetit, dhe ti po merr një farë energjie të mirë, pa energjia dhe mund të forcohet, a kupton? Po e merr një farë energjie të mirë që e kupton, është dallim shumë. Qysh e ndjeva vetëm përpara se më shku në natyrë, ose ke deti, ose ke në farë vendin tjetër, i bukur që pëlqen ty, e qysh e ndjej vetëm me mas 3 orësh. Kjo është ajo se ku je në gjendje, atëre çfarë bëj unë jam muzikën që enjoy është fantastike. Qa do që krijoj në me, unë ndi vetëm fantastik. Vetëm 3 rehat është fantastike. Qa do të bëj unë, flas me tjetër është fantastik. Unë ndi vetëm ti e kështu valla, sikur të po hap çerja. Ti e kupton me sikur i me Zoti është pak njëjtë me ty. Edhe ti me sikur po komunikon edhe këtu dhe atje të njëjtën kohë. Është një farë edhe vjen shumë ideja të bukura që janë për ty, që mendon ti çdo lloj gjëje ti je në një farë bedije, është një gjë fantastike edhe ndodh vetë, s'ke nevojë ti. Edhe kjo është një formë për komunikim me botën tjetër, edhe komunikon sa më shumë ka pasoni, i kupton më mirë, telepati, është me sinkronitet, është me lloj me një farë downloadi, një farë informacioni që të vjen që të projektojnë ato informacionet e truni jot, që e ndihmë vetëm, Zot faleminderit, çfarë po më bën. Kështu e ndihmë ajo, është fantastik fare. Edhe masi ke qenë natyrë 3 orë, shkon në shtëpi, ke krevati, qetësi, ke dhoma jote ose ke divani, po pa të mundësi, futi në kufi, në muzikë bukur, në farë kështu, në majdetim kështu, që në fylli bukur, që të kënaqë zemrën, a kupton? Ti do të jesh në këtë gjendje valla. Se vetëm me eksperiencat pozitive të bukura të mia, nuk ke ti nevojë që zbat, nuk ke ti me këtë menje, ti je hapur me interneti është gjinit po rule ty, ti je ai Zoti me, ti je kap me sinjalin e vlla. Ti je famshëm, asnjë s'ka, nuk vjen as frika këty, me vi frika këty është ajo që sikur di për shembull errësia ke drita ajo të zhvillohet, do bëhet dritë, të drita është e pastër. Ti je në atë gjendje, ti je tamam angel në atë kohë që ju thënë, angel është i pesë e Zotit. Ajo e ti i vërtet në atë gjendje. S'mund ta kuptosh çipo ti je ndjen, se ndjenjat janë ato që komunikon bota tjetër me ne. Ato janë ndjenjat. Ndjen kush është e mira, kush është e keqe. Ato të japin ndjenjat, ato ku ndjen vetëm mirë, i me je i konektuar, je në gjendje të mirë, i me mund të krijosh çfarë të dush ti. Edhe ne të gjithë për ulemi ty. Ti më thosh tani se mësu, që shëlla, ku që jam unë, nëse mos e gja fare, unë jam këtë fare, të ti për më thomë unë jam kështu, jam ashtu. Menja, kjo është menja. Flet menja kështu, negative, se është programu ashtu. Po shpirti të jep ndjenjat e vërteta. I ndjen ato, sensacionet, vibracionet, e di kush është mirë, kush është e keqe. Se ku ta jep keqe, për shembull, jenë mendje të keqe, për shembull, po mendon diçka të keqe me emocione të këqija dhe shpirti ta jep atë kush është vërtet, kush është. Të gjërat i dallon. Nëse mas 3 orësh shkon tani për shembull krevat, shtrihesh ke krevati, fut në muzikë bukur, meditim ose pa muzikë, qetësi, vetëm me gjërat, ose mund dëgjosh dhe frigoriferin, edhe kjo është shumë mirë, ose në farë meditim me ujë për shembull që rrjedh, ose në farë multik bude, ose në farë ka lloj, ka mastera, ka sufise, ka njerëz që kanë qenë këtu. Në internet po të kërkosh gjen sa dush, po në Shqipëri nuk ka shumë, po të kërkosh gjen. Në Shqipëri ka shumë meditime, shumë gjëra të bukura, shumë afirmime, mund t'i përdorësh to. Ka një gjë që është shumë e bukur që është e mirë që ta ul atë vetdijen, për shembull kaq qetë sa mund të shkëputesh nga kjo mendja, nga ky trupi. Edhe
e ke makullajani që mund të shkëputesh naturalisht se është një farë organizmi që ndo vetje, po do të dish qysh funksionon. Edhe kjo është shumë e kollajshme. Natyrë, shtrat, për ato kupe i muzikë për shembull ke 1 orë për patë mundësi ose gjysore paktën. Gjysore i orë. Ti qenë 3 orë i me në kërvat, ka shtëpi, je fut direkt në kërvat, ke pi papuj, e gjashtu ke shku në banjo, edhe i me je shqetësu, po patë mundësi futi dhe i mask aty që të bëhet errësirë, se errësira është ajo gjëra e bukur që është quhet voida ajo, nuk e di që është ajo venion i vërtet që se këtu ne kemi pas zezën e barën si gjanat që nuk ka gjanat që janë që i mendojmë ne kjo është që ku je kështu për shembull dhe të hapet ato ekranin, dalin këto eksperiencat. Tamam kështu se që s'pengon as nga dritat, as nga gjanat, as që relaksohen syti me, edhe ke rësi tani kisvet me kohën diçka do hapet. E jo të rish shpejt, po bëhet gja, ma e mirë mësim ke meditimi, ke ato gjëra që mëson, që po thota meditimi, do t'jetë një farë meditimi që ti rezonon, që ti të pëlqen, që të kënaq, që ti jep një farë kështu, kjo po, provojte, kjo po, okay, kjo po pëlqej ka. Futet të relaksohu, provoje, s'pëlqeu, çau prap, futi tjetër. Kërko çfarë është mirë për ty, çfarë është mirë për ty, edhe kjo më duket e mirë. E po mirë, me shtriu, me kënaqur me këtë me, edhe ngjoj meditimi është mund të afirmime, këto janë shumë të mira. Unë jam i fuqishëm, unë jam i Zot, ose ka meditime që për shembull që të ndihmojnë që të udhëtosh, për shembull je me një farë shtëpi, hapet një farë dere, shkon një farë vendi tjetër e diçka do të ndodhi. Edhe këto duken si hallucinacione, ëndra, gjëra që flasin njerëzit, mos më gjën njerëzit, se ato nuk kam pas përvoja, ato vetëm flasin çka kam mësuar këtu. Ato nuk i ka bërë këto eksperiencat vetë, që ti shohin vetë me këtë trupin magjik që e kam. Ato se dinë, ato mendojnë se libret e tjerëve dhe ndihmojnë tjerët edhe flasin e herë, po kjo duhet marrë menja sa më pastër, sa më mësim, sa më i dashur, sa ke mundësi, se është vështirë ndonjëherë, po ri qetë, ri mirë, se diçka do të dali nga këto eksperienca. Edhe kaq thjesht është. Ani duke vazhduar me këtë, do ta bash patë mundësi për ditë. Patë mundësi e ban për ditë, edhe e sheh vetë, edhe e shijon vetë, e trajton vetë, i sheh gjitha ato gjëra e para për ditë. Edhe kur e ban tani do marrësh tani i fillon një gjë, sensacione të reja që si ke mësuar shkollë, nuk ti ka dhënë nana baba ose qeveria. Këto janë gjëra të ndryshme, këto janë sensacione të bukura, të lezetshme, ndonjëherë janë pak ndryshme, tremesh pak çështje se nuk e kam një ndonjëherë këtë eksperiencë. Këto janë engjëlla që punojnë me trupin tat. Janë papam, po i ninti që janë rreth të qartë, kur fillon që vibracioni ngrihet i me, frekvenca i me ti mos syt null qetësohesh, edhe këto i me punojnë me trupin tat, me gjërat tuaja çfarë duan të thotë. Këto janë rreth të qartë, nuk i shohim tot me këto syt. Po nëse këto janë këto sensacionet, duhet të rish i qetë, ndonjëherë do basi do kruhet, po pa të mundësi mos e kruaj fare. Ri qetë edhe do shkojë ani ajo. Se këto janë testat që të shohin me se trupi duhet ul ajo mendje do tul, jo çau bëhet aty, kush u bë këtu, kush u bë atje, çau bëhet me. Ti do relaksohesh, lënë të gjana, ti më e mend ke ajo meditimi që po ngjon, ose ke fryma, po pa të mundësi. Edhe ajo është një teknikë e mirë që më mend ke fryma. Për ato që nga si shkon menja. Po ti ku menja, the e prapë po pa të mundësi. Vazhdo, ngjoje meditimin. Po ti ku menja meditimin që po ngjon, për 10 sekonda, 15 sekonda, se ikën menja, nga si ikën. Sa shua mësu, ani po pa të mundësi, vini prapë ke meditimi. Po kur je i qetë, kur ke qenë natyrë këto gjërat, të limitohen, ti je ma i qartë ki trunin, nuk din shumë menje, nuk din shumë gjana që të ngojnë, ti je ma qetësik, sikur ti je për momentin je blloku nga këto pengimet. Je në një gjendje të mirë, do marrësh një eksperiencë pozitive, sepse ndjen me të pozitiv, ti je i Zoti me ti krijon çfarë ndjen, për të mirë, për të keqe. Që kështu kjo është gjë natyrisht që shumë njerëz e kuptojnë. Edhe një kombinim nga gjithë të gjërat, një eksperiencë do dalë sa më shpejt. Ka njerëz që e bajnë këtë për shembull, varet sa ke bë meditime, varet sa kupton, varet sa frike, sa s'ke, varet ku je në gjendje vibracionale, çfarë di, çfarë s'di, se edhe këto ka të bajnë për shembull, po sa më lirë ti je, sa më paqe ti je, ti besosh Zotit, ta ndish veten mirë, e ta bash këtë fillim natyrë po patë mundësi 3-4 orë, futjo një orë meditimit, diçka do ndodhi. Sot nesër pas nesër, diçka do ndodhi se zban. Që vetë ti denish, aha, që do të japi ty. Ose pyet kush jam unë, pse jam unë këtu.
Unë dua të komunikoj me më të dashurin, më të bukurin, më të gjërën, më të mirë, fantastike që është në botën tjetër. Që më të tregoj më kush jam unë, pse jam unë këtu. Ose kam një njeri që e dua shumë, e kam gjyshin tim, që e dua shumë, që më ka marrë malli, kam qejf të komunikoj me gjyshin tim. Edhe ti diçka do ndish në sensacion, në fare erë, në fillim, a kupton që ato të tregojnë ty, të stabilizojnë ty që të rahatohesh ti, që të japin që ato e shohin sipërfaqen ku je, ku sjeti, çfarë mund ti trajtosh, e çfarë mund tremin ty, ato vetëm të duan ty. Ato kur duan tremin ty, vetëm dashuri du për ty. E bëjnë sa më ngadalë, sa më qetë, sa më mirë, që ta kuptosh ti, ta trajtosh ti dhe ta shijosh ti. Shumë më ndodhi mu. Edhe di mësosh të sensacionin tani, fillim, edhe di kuptosh, aha, kjo me më ndodh kështu, me ditën tjetër e di me. Kur je këtë ditë do të vi kjo rrallë me, kur vjen kjo sensacioni, e di me, okay, që kështu s'ka nevojë konkurruat këtu, s'ka asë gjë, mos u kruaj, se del nga ajo gjendja pak, po lujtë trupin, mos lujt trupin pa të mundësi. Po na herë del lush, do të kruhet keq fare, do kruhesh tani, dhe prishësh. Prap, vazhdoni, po pa të mundësi. Do të bash si na herë do të bash me këto si qenë me i kocka, ato do sa më shumë ta dush ti këtë, sa më shpejt do dalit ty. Edhe shkurt fare, kjo është ajo. Sipërfaqja që ta marrësh një eksperiencë fantastike, pa negativitet, pa ëndra, që nuk është ëndër. Ku jeta tjetër dhe kuptosh vetë. Dhe kjo është si nata me ditën. Dhe nuk është kjo ilusione që thonë to, unë jam prezent atje, unë jam a prezent se sa janë tu atje, unë jam fantastik, se nuk kemi ne shumë menje me menje, atje jemi telepatinë, zemër me zemër. Edhe mund të flasim me menje, edhe me fjalë, për janë gjëra të kota, nuk krahasohen, atë nuk ka fjalë me shpjegu që është kjo bota tjetër. Imagjinoje vetëm. Unë tash që shpjegoj me dashurinë e pafundshme, unë dhe ofendoj atë vetëm për t'ia vënë fjalë që kemi ne këtu. Aq ne jemi mbrapa botës, kuptim me botën tjetër. T'ja u them këtë minutë që ta imagjinoni se kjo nuk është gjë e kotë, kjo është gjë serioze. Bota tjetër pret 24 orë kapet me ty që ta ngresh ti atë frekvencën, që takoj ty. Ato mund presim me ty gjithë jetën, se kam problem, se atje s'ka kohë si ka këtu. Ato jam me ty gjithë jetën, me varet e ty, sa e do ti këtë. Që të vinë ato këty ta japin, ta tregojnë gjitha gjërat që do ti. Edhe kjo është ajo, provojeni këtë me, shifini vetë, përdore për i kohë, bani për ditë për atë mundësi, po e lejna i ditë, 2 ditë, se e di që jeta është e vështirë, gjana pengesa. Lene, baj pa kushim, vazhdoj prap, po maje kështu si në menjë dhe baj me kohën kjo, diçka do ndali, edhe po të dëshë të shkosh kështu ekstrem, fare, keq fare, baj për ditja 3-4 diti, shko 3 orë natyrë, ri aty, konekto, ndoj gjana të bukura, është si preparim aja. E ngrenë energjinë të gjithë të gjana, kënaqesh, varet ku je, edhe nindja të ndryshimin, oj me një vetëm një, mos shko nga pylli, se do të mashtroj me ato, hajde bajmë këtë, bajmë atë. Ri qetë 3 orë, paktën, dhe nishtja ata që po të them unë. Edhe atëherë, direkt kërvat, futu dhe 3 orë një patë mundësi meditim, bajgjësoje, qërë për pushim, 20 orë, meditim një sytë, në gjone meditim, në i farë, ato mund të pysër edhe për, ka dhe këshu frekuenca që quhet ajo në anglisht frekuenci, me hertz, me gjana kështu, ato mund të gjëja shumë mirë për trunin, ato janë pak kështu si turbullume, po ta qetësojnë, japin një farë eksperiencë se sikur e turbullojnë këtë trunin që spushon, edhe sikur jep një farë, edhe është një teknikë mirë, ngjosh të muzikat, frequency, delta wave quhen këto, me 2 Hz, 2 Hz, e shkruan aty edhe del aja, këto janë kështu të mira, këto mund t'japin që kapësh edhe sa më nalt, ose në muzikë fyllin e muzikë budë, nga do të budës që kanë shumë muzika të fyllë, të indisë kanë muzika meditimi shumë bukura. Ngjoj këtë valla që t'jep ty energji të bukur valla, po diun çfarë pëlqen ty, për që është relaksim, nuk është mos jetë muzikë Hollywoode. Du rock and roll, ja këto gjërat largohen nga frekvenca, se kjo është një frekuencë fantastike e pastër si diamant. Nuk ka më të pastër, më të pastër diamanti është. Nuk imagjinon dot. Nëse
Këto janë ato gjanat që kështu po e marrë këtu. Vazhdoni ditën e bukur edhe me